Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Puk arrestuan shtetasin me inicialet LP 67 vjeç banues në Lezhë për veprën penale, prerja e paligjshme e pyjeve si dhe nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet PT 60 vjeç dhe EN 31 vjeç. Këta shtetas janë konstatuar ditën e djeshme në zonën e mbrojtur Munell, duke ngarkuar me kamion lëndë drusore kundrejt pagesës të prera në mënyrë të paligjshme nga shtetasi LP. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet EB 33 vjeç banues në Shkodër pasi dyshohet se për motive të dobta ka kanosur një 75 vjeçar, po ashtu edhe për shtetasin me inicialet PK 33 vjeç banues në fshatin Ganjoll pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me grushte një 69 vjeçar. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.